Gjykata Penale e Tiranës ka dhënë masat e sigurisë për të miturit që u përfshin në konfliktin e sejntes, mesditën e sejntes pra jashtë ambienteve të gjimnazit të Kamzës, ku mbetën të lënduar dy të mitur 16 vjeçar. Për të mësuar më shumë, shkojmë në këtë moment e drejt për drejt me kolegen Lidona Daci. Lidona, cili ishte vendimi i gjykatës për të miturit? Greta, Gjykata Penale e Kryeqytetit, pasi ka dëgjuar fillimisht argumentat të cilat kanë ardhur nga ana e Prokurorisë së Tiranës, ku është seksioni të miturve i cili është duke drejtuar hetimet, dhe po ashtu edhe në Gjykatën Penale të Tiranës është pikërisht gjyqtare Marinela Osmani, e cila merret kryesisht me çështjet e sektorit të miturve, e cila ka zhvilluar edhe seancën me dyert të mbyllura në praninë e psikologut për të bërë të mundur edhe caktimin e masave të sigurimit personal në ngarkim të dy 16 vjeçarëve, të cilët u arrestuan nga ana e strukturave të policisë pas konfliktit që ndodhi mes ditën e sejntes, ku 3 persona përfunduan në ambientet e spitalit ushtarak për të marrë ndihmën mjekësore. Gjatë zhvillimit të kësaj seance, prokuroria ka relatuar të gjitha argumentat dhe provat dhe faktet, dhe po ashtu nga ana tjetër ka qenë pikërisht kërkesa e prokurorisë, e cila përcaktonte se njëri nga 16 vjeçarët do duhet të qëndronte në masën e sigurimit me afat, arrest në burg për 1 muaj, derisa të sqaroheshin të gjitha rrethanat e çështjes, duke qenë se edhe në deklarimet paraprake që ai kishte dhënë, ka pretenduar se nuk ka qenë ai shkaku kryesor i sherrit, por ka hyrë për të ndarë konfliktin mes bashkëmoshatarëve. Ndërkohë që nga ana tjetër, për personin tjetër i cili dyshohet si autori kryesor i plagosjes së dy të miturve, të cilët shkuan në gjendje të rëndë fillimisht në spitalin e traumës, por fatmirësisht arritën të mbijetonin plagëve të marra, edhe për të miturin tjetër i cili mori edhe plagët më të rënda, të paktën nga spitali i traumës, në është konfirmuar që ndodhet në gjendje të stabilizuar shëndetësore dhe është në gjendje më të mirë. Ndërkohë nga ana tjetër kanë qenë avokatët mbrojtës, të cilët kanë kërkuar masa më të buta sigurimi, duke qenë se po flasim për të mitur të cilët janë në konflikt me ligjin, për të paktën për atë të cilët dyshohet që ka hyrë me motivin dhe me qëllimin për të ndarë sherrin. Avokati i tij ka kërkuar masën e sigurimit detyrim për të paraqitur, por në përfundim gjyqtare Marinela Osmani ka vendosur të caktojë masën e sigurimit arrest në burg pa afat për atë që dyshohet si autori kryesor i kësaj ngjarje, ndërkohë që nga ana tjetër për 16 vjeçarin tjetër ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg me afat 1 mujor deri në sqarimin e plotë të rrethanave të hetimit. Ndërkohë që nga ana tjetër, edhe gjatë zhvillimit të kësaj seance, prokuroria ka relatuar se ende nuk është gjetur arma me të cilën u krye krimi.